أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين الله عز وجل فلندرojmë falen dhe ndihmën vetëm prej Tij e kërkojmë paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe të gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, duhet ta falenderojmë Allahun azza wa jall për çdo mirësi me të cilën ai na ka begatuar, e veçanërisht për mirësinë e udhëzimit dhe drejtimit në rrugën e shpëtimit, në rrugën e banorëve të xhenetit, në rrugën e atyre të cilët Allahu azza wa jall i do dhe e duan, në rrugën e atyre me të cilët Allahu është i kënaqur. E kjo është begatia më e madhe për cilën duhet falenderoj dhe për cilën njeriu duhet të mërzitet të brengoset, ndërsa çdo begati tjetër përveç kësaj është thuja e pavlerë nëse kjo mungon. Prandaj edhe komplet brenga njeriu duhet sillet rreth kësaj begatie, a posedoj apo nuk e posedoj, vallë a më është paksu apo më ka shtu, dhe kështu me radhë. Pra njeriu duhet të jetë vazhdimisht në analizë të vetvetes se ku gjendet në ato shkallat e devotshmërisë, në shkallët e udhëzimit, në shkallët e kapjes për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atëherë, nëse ka këtë breng, atëherë shpresohet që njeri i tillë të shpëtojë dhe të dalë fitimtar në botën tjetër. E kjo begati nuk arrihet ndryshe vetëse duke ndjek rrugën e më të mirit njeri në fytyrë tokës, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, por kjo rrugë është e paqartë dhe është e turbullt për gjithë ata të cilët nuk e njohin vetjetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse nëpërmjet jetës së tij ne e kuptojmë çdo hadith, çdo ajet dhe çdo ngjarje në të cilat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka ligjëruar njerëzve dhe ju ka fol. Atëherë kuptojmë rrethanat se pse ka zbrit një ajet, pse ka zbrit një fjalë Allahut azza wa jall, pse është thënë një hadith, pse është mbajt një khutbe, pse ka ndodhur një ngjarje mes sahabëve kështu me radhë, gjitha këto kuptohen atëherë kur e mësojmë dhe studiojmë jetën e pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E pa këtë mjet, atëherë njeriu nuk arrin me ngërthy edhe me perceptu ashtu që duhet fenë e Allahut azza wa jall. Pastaj shohim që njeriu del sikurse një xhamal, sikurse një film vizatimor para tjerëve, si një palaço ku e sheh do të thotë se është i ngjyruar me ngjyra të ndryshme, ama të cilat nuk përkojnë dhe nuk përputhen mes veti. Atëherë kur e kupton fenë e Allahut azza wa jall, atëherë kur e kupton sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë njeriu ngjyroset në mënyrën më të bukur dhe më të mirë, e cila është ngjyra e njerëzve të shpëtuar në botën tjetër. Për atë edhe ne tash në këtë seri jemi diku më shumë se 100 takime. Mirë, por këto nuk mjaftojnë. Këto janë vetëm ajo farë paraxhella që duhet me pas besimtari, sepse një gjë e cila nuk përsëritet, ajo pastaj harrohet dhe vyshket nga mendja. Për ato është e udhës do thotë që besimtari ti përsëris gjanat që kanë me rëndësi, sikurse që na ka urdhëruar Allahu azza wa jall surën Fatiha ta përsërisim çdo namaz, sepse ajo është zemra edhe bërthama e Kur'anit. Ashtu njëjtë besimtari duhet ta përsëris sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë ti bjerë në fund, duhet t'i dal nga fillimi përsdyti, me i rikujtu atë ngjarje, me i përjetu përsdyti ato emocione që i kanë përjetu sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në këtë udhtim kemi arrit në vitin e 9 të hijretit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
Gjatë këtij viti priti delegacionet të shumta nga fiset arabe, para të dhe u quajt viti i delegacioneve. Dhe gjatë këtij viti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk doli jashtë Medinës përveç kur ishte nevoja për betejën e Tebukut, për cilën do të flasim inshallah. Dhe me ardhen e këtyre delegacioneve ndodhen ngjarje të ndryshme, u zhvillun histori të ndryshme, të cilat pastaj u bën shkak që me zbrit edhe mësim dhe dispozita të reja që u bën dobi për muslimanët deri në ditën e fundit, pra deri në ditën e Kiametit. Në këtë vit, në muajin Muharram, në vitin e parë, pra në muajin e parë, vitin e 9 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon sahabijun Uyejne ibn Hisn al-Fizari të këfisi Banu al-Ambar. Dhe arsyeja pra e dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të batalionit për me zhvillu një ekspedit luftarake. Dhe arsyeja pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi të ky fis, edhe pse ky fis pak më herët kish hy në besën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kishin paraqit veten të nënshtruar, pra musliman. Mirpo gjatë kësaj kohe në vitin e 9, pra ndodhi një ngjarje që e detyroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me ndërmarr një akt të tillë. Kur e çoi Bishr ibn Sufjan Ka'biyun radiyallahu ta'ala anhu të këfisi Banu Ka'b ibn prej Khuza'as për mja u marr sadakan, pra zekatin, për mja u marr zekatin e tënve, me të arritur atje sahabiu i ndershëm e pa që fisi, do të thotë Khuza'a, fisi në fjalë, e kishin të bu sadakat e tënve, zekatin e tënve. Mirë po një familje e këtij fisi, jo një familje në kuptimin e ngushtë, mirë po një degë e këtij fisi, një bark i këtij fisi, kur e panë se sa shumë sipas tënve qenë ka nevojë me e dhënë, me nxerr pe pasurisë për me e dhënë zekatin, refuzun që m'ia dhënë Bishr ibn Sufjanit me ia dhënë zekatin në fjalë. Sepse ju duk që është shumë kjo. Realisht ish, do të thotë parafërsisht 2.5% e pasurisë. Pastaj ajo përkthehet, do thotë në lloje të ndryshme të pasurisë. Kur ndodhi kjo, sahabiu në fjalë shkoi dhe i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se çfarë ka ndodhur. Edhe pejgamberi alaihi salam me njëherë ju drejtu sahabëve vetë, tha, men li haula il qaum, kush po merr përsipër me shku të ky popull. Dhe aty u paraqit vullnetar Uyejne ibn Hisn radiyallahu ta'ala anhu, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në komandën e tij ja dha 50 kalorës prej arabëve, pra prej muslimanëve, po që mesin e tyre nuk kish muhaxhir as ensar. Dhe shkun drejt vendbanimit të fisit në fjalë, dhe kur arritën tek vendi i tyre i sulmun. Dhe vendasit që ishin aty kur e pan, pra ushtrinë, një garnizon të ushtrisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kapi frika dhe ikën, elshun frontin e tënve, kështu që sahabët arritën që 11 prej burrave tënve me i marr për robër, mesin e tënve ishin 11 gra dhe 30 fëmijë. Dhe gjithë këta i morën dhe i çuan te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur i mori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, dha urdhër që ata të me një fjalë pra të burgosen në shtëpinë e Ramlah bint Harith radiyallahu ta'ala anha. Dhe aty qëndruan, pra nuk kishte një lloj burgosje për dënimin e tyre, mirë po i vendosi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty që me i prit se mos ndoshta familjarët e tyre po vinë të penduar. Edhe më u kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam familjarët e tyre.
kur morën vesh fisi që pengoj në dhënien e zekatit, vendosin që me umledh disa prej tyre dhe me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. U të bën diku 80 ose 90 burra të fisit Banu Tamim, edhe u nisën drejt Medinës. Mesin e tyre kish të thotë disa prej Paris, pra të fisit, dhe kur arritën në Medinë, familjarët e vetë që i kishin, do thotë që ishin zënë robër, kur i pan, fillun u dobësuan emocionalisht dhe fillun me çajt, edhe kjo ja u rëndoi atyve, do thotë gjendjen emocionale. Kështu që më njëherë ju drejtun pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ish në shtëpinë e vet dhe po priste ikametin për namazin e drekës. Pra i shtir ezani për namazin e drekës dhe tash po priste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, realisht po pristin muslimant pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me dal për shpisti dhe me ardh me u thirr ikameti. Sepse kjo ka qenë edhe është suneti i imamit dhe xhamatit, të cilët pasi që thirret ezani për namazin fjalë, do thotë që shënon kohën se kur ka hyrë namazi, duhet me prit prisin e tyre derisa të del. Duhet me prit prisin derisa të del, momentin që del prisi, atëherë thirret edhe ikameti. Mirë po, fisi Banu Tamim që kishin ardhur në Medinë, ju duk që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ka vënohet shumë. Ashtu që vendosën me i shku bashkë dera shtëpisë. Dhe i shkuan afër, ja nisën ty e thirr me zot madh, ukhruj ilena ya Muhammad. Dil o Muhammad. Hajde, domthon paraqitu o Muhammad. E thjeshin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke bërtit me zot madh. E kjo e shqetësoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe për shkak të shqetësimit, do thotë që ja bën pejgamberi alayhis salam u detyru me dal para kohës. U detyru pra me u ngut. Kështu që kur doli jashtë, ata më njëherë ju lëshun mrapa që me i kërku, do thotë me ja u liru familjarët e tyre të cilët ishin zënë robër, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal me i dëgju. Dhe aty Aqra ibn Habis, i cili ish prej fisit Banu Tamim, i tha: "Ja Muhammad, idhan li fa wallahi inna hamdi zainun wa inna dhammi shaynun." I tha: "O Muhammad, jepëm leje, tha se lavdrimi im është zbukurim dhe nënçmimi im është poshtrim." Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e pa një qasje të tillë të këtij fisi edhe parisë së këtij fisi, ju drejtu, tha: "Dhaka Allahu azza wa jall." Tha çto që po përshkruan, kjo është vetëm Allahu azza wa jall. Pra, nëse lavdata e dikujt është zbukurim për dikon, edhe nënçmimi i dikujt është poshtrim për ta, atëherë është ai veç Allahu azza wa jall. Veç Allahu fuqiplot kur e lavdron dikon, e ka zbukuru atë. Edhe veç Allahu azza wa jall kur e poshtron dikon apo nënçmon dikon, atëherë e ka poshtru atë njeri apo atë gjë. E i tha që këtë çka po pretendon ti për veten tënde, ki kujdes, se kjo është sifat veç i Allahut azza wa jall. Dhe për shkak të kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillimisht i njeroj dhe vazhdoi hyrin në xhami për me fal namazin e drekës. Pas namazit drekës u ul brenda në xhami që me bisedu me ta se çka është problemi. Bashkë me ta ishin edhe një grupi muslimanëve. Dhe ata përfatësues të fisit Banu Tamim ju drejtuan i thanë: "Ja Muhammad, ji'naka nufakhirka fa'dhan li sha'irina wa khatibina." O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemi ardhur këtu që me një fjalë kuptimi është kemi ardhur që me i shpreh ato lavdatat tona për veten tonë. Do me i kallëzu
ato vlerat tona që na i kem, përparësit tona që na i kem. Andaj tha, dëgjoje poetin edhe khatibin ton. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, pra, qad adhintu li khatibikum falyakul. Tha, po jap leje khatibit juaj, pra atij zëdhënësit juaj, le të fol. Dhe aty u çu një përfaqësues nga fisi Banu Tamim, Utarid ibn Hajib, dhe ja nisi me fol. Tha, alhamdulillahi alladhi lahu alayna al-fadl wal-man, wa huwa ahluhu alladhi ja'alana muluka. Falënderimi i takon Allahut, i cili na ka begatu dhe na ka nderu, ndërsa ai është i Zoti për falënderim. Dhe ai na ka bënë neve mbretër. Wa wahaba lana amwalan 'idhaman naf'alu fiha al-ma'ruf. Na ka dhënë pasuri të shumta, pasuri të me bollëk, me cilat na bëjna vepra të mira. Wa ja'alana a'izza ahli al-mashriq wa aktharahu 'adadan wa aysarahu 'uddatan. Neve thot na ka bë popullin krenar të pjesës lindore. Dhe na ka bë me numrin më të madh dhe grupën më të fuqishme. Faman mithluna fi an-nas. A ka në kush do më thënë sikur se na në mesin e njerëzve, në mesin e fisëve arabe. Elesna bi ru'usi an-nasi wa uli fadlihim. A nuk jena na kryetarët e njerëzve apo kokat e njerëzve dhe njerëzit e begatis dhe mirësis. Faman fakharana falya'dud mithla ma adadna. Ata të cilët dojnë me u lavdu para nesh, do të thotë që dojnë me u shty me ne, dojnë mu shty me ne duke u lavdru. Tha, le ti numrojnë edhe ata vlerat e tynve që kanë. Wa inna law nasha'u la aktharna al-kalam walakinna nahya min al-ikthar fima u'tina. Tha, na nëse dojna mujna me fole shumë duke lavdru veten, ama na vjen turp me tepru duke i përmend gjanat që na janë dhënë. Wa inna na'rifu bidhalika aqulu hadha li an ta'tu bimithli qawlina wa amrin afdala min amrina. Thana e dim këtë realitet. Na e dim këtë realitet, do thotë që na jemi më të mirët, s'ka kush na del, s'ka kush shtyhet me ne. I thash këtë fjalë që edhe ju me sjell diçka të përafërt sikur se kjo, apo diçka më të mirë se sa puna jonë. Dhe thot, ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe muslimanëve që ishin aty, pra muhaxhirëve dhe ensarëve, me duke i përmend ato far sifatet e tynve të mira, duke e lavdru vetveten e tynve, duke i përmend privilegjet e tynve, vlerat e tynve, që këqyr kush jemi na. E qysh ju na i keni marrë neve familjarët tanë robër. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk foli vetë. Mirë po ju drejtu Thabit ibn Qais ibn Shammasit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili ishte dhe zëdhënësi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra khatibi, dhe i tha qum fa ajib ar-rajul fi khutbatihi. Tha çu edhe përgjigju atina në khutbën e vet që e tha. Do thot përgjigju ti tash me një fjalim kundra tij. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dinte aftësitë e sahabëve vet, edhe kur ja jepte dikujt përgjegjësinë, s'kish më u kthy mbrapa. Edhe u çu Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu, e filloi fjalimin e tij. Tha alhamdulillahi alladhi as-samawati wal ardu khalquhu qada fihinna amrahu wa wasi'a kursiyyahu ilmuhu. Tha falënderimi i takon Allahut, krijesat të cilit janë qiej dhe toka, në të cilin ai ka vendos dhe ka gjyku, dhe dija e tij e përfshin komplet kursinë e tij. Walam yaku shay'un qattu illa min fadlihi, thumma kana min qudratihi an ja'alana muluka. Tha, edhe nuk ekziston asgjë përveç se është prej mirësisë së tij, pra prej Allahut azza wa jall. Pastaj ai me fuqinë e tij neve na ka bë mbretër. Wastafa min khayri khalqihi rasula, edhe nga mesi i njerëzve më të mirë prej krijesave të tij e ka zgjedh pejgamberin, pra një pejgamber.
akramahu nasaban wa asdaqahu hadithan wa afdalahu hasaban, i cili thot është më fisniku në preardhjen e tij, edhe më i sinqerti në fjalët e tij dhe më i vlefshmi në mesin e tij. فأنزل عليه كتابه وأتمنه على خلقه فكان خيرة الله من العالمين. Tha atia ka zbrit librin e vet, pra Kur'anin famlart, dhe e ka bo si dorëzan për krijesat e tij. Pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka bo dorëzan për krijesat e tij, dhe ai që më i miri ndër gjithë tek Allahu azza wa jall. Thumma da'a an-nasa ila al-iman bihi, pastaj thiri njerëzit që ta besojnë atë, pra ta besojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa amana bi rasulillahi al-muhajirun min qawmihi wa dhawi rahimihi akram an-nas hasaban wa ahsan an-nas wujuhan wa khayr an-nas fi'alan. Thot besuan në të dërguarin e Allahut muhajirët nga populli i tij, dhe njerëzit, do thot akrabat e tij që ishin, të cilët thot janë më fisnikët nga preardhja dhe njerëzit më të mirë për ka fizika dhe njerëzit më të mirë për nga veprat. ثم كان أول الخلق إجابة واستجاب لله حين دعاه رسول الله نحن. E pastaj thot, mas tënve, njerëzit e parë që ju përgjigjen të dërguarit të Allahut, kur i thiri, ishim ne, pra ensart. Fa nahnu ansarullahi wa wuzara'u rasulihi. Thot, ne jemi ndihmësat, ose mbështetësit, ose përkrahësit e Allahut, dhe jemi ministrat e të dërguarit të tij. Nuqatilu an-nasa hatta yu'minu billah. Ne i luftojmë njerëzit derisa ta besojnë Allahun. Faman amana billahi wa rasulihi mana'a minna malahu wa damahu. Ai i cili thot e beson Allahun dhe të dërguarin e tij, atëherë e ka të siguruar prej nesh pasurinë dhe familjen e tij. ومن كان جاهدناه في الله ومن كفر جاهدناه في الله أبدا وكان قتله علينا يسيرا. Thot ata të cilët mohojnë, pra bëjnë kufër, ne do t'i luftojmë për Allahun ose për hir të Allahut për gjithmonë, dhe luftimi i tyre për neve është i lehtë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lil mu'minina wal mu'minat wassalamu alaykum. I thash këto fjalë, kërkoj falje tek Allahu për mua, besimtarët dhe besimtaret. Assalamu alaykum. Don kjo ish khutbja e Thabit ibn Qais ibn Shammasit radiyallahu ta'ala anhu, i cili karshi khutbës ati, do të thot armikut në fjalë, i përmendi mirësitë e muhajirëve edhe ensarëve, mirësitë të cilat ja u ka dhënë Allahu azza wa jall, edhe që të gjitha ishin të lidhura me fenë e Allahut fuqiplot. Nuk përmendi të thot gjanat dunjas, veç që përmendi të thot sakrificën e tyre edhe gatishmërinë e tyre për me mbrojt fenë e Allahut azza wa jall. Atëherë u ngrit, i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, edhe do thot jeni duke e pa se herë kur pi drejtohen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pi drejtohen me Muhammed, me emrin e tij, o Muhammed. O Muhammed, jepi leje tash poetit ton, sepse kjo ka qenë, do thot, ndër arab që e kanë llogarit oratorin, e kanë llogarit si vlerë të, do thot, të madhe, edhe janë shty me oratori. E i thanë jepi leje tash poetit ton. Edhe u ngrit Az-Zibirqani ibn Bedr. Filloi me një poezi. Tha nahnu al-kiramu fala hayyun yu'adiluna minna al-muluk wa fina tunsabu al-bi'u. Këtë poezi, do më thënë, po përkthej veç kështu parima, sepse s'kisha në farë, do thot, ambicje të madhe që me përshtat. Tha nahnu al-kiramu fala hayyun yu'adiluna minna al-muluk wa fina tunsabu al-bi'u wa nahnu yut'imu 'inda al-qahti mut'imuna min ash-shiwa'i idha lam yu'nas al-qaza'u.
Tha, ne jemi fisnikët që s'na gjedin shokun ndërfise. Prej nesh dalin mbretrit, tek ne ndërtohen faltorët. Nga ne pasanikët i ushqejn njerëzit kur ka thatësi me dele të shumta atëherë kur nuk shihet koha që ka shi. Pastaj vazhdoi tha fela tarana ila hayyin, do të thonë poezia është më e gjatë, mirë po veç dy pjesë i ka sjell autori. Fela tarana ila hayyin nufakhiruhum illa istafadu fakanu ar-ra's yuqtata'u faman yufakhiruna fi dhaka na'rifuhu fayarji'u al-qawm wal akhbaru tustama'u inna abayna wa la ya'ba lana ahadun inna kadhalika 'inda al-fakhri nartafi'u. Tha, nuk ndodh që ne kur të lavdohemi para dikujt, do thot kur shtyhemi me dikon me lavdata, përveç se pala tjetër ka me përfitu dhe ka me qenë koka e cila këputet. Pra, kanë me dështu automatikisht se s'ka dikush që mundet më shty me ne. Ata të cilët të shtyhen me ne, kthehen në vendet e tënve, edhe nami i tënve i keq ka me dal në për njerëz. Do thotë ju mundu mi tut pejgamberin sallallahu alajhi wasallam e sahabët që keni gabu shumë që po doni më shty me ne. Ne refuzojmë. Do thotë ne mujna mi kthy të tjerët e s'ka dikush që mundet më na kthy neve mbrapsht, ne sa herë që të lavdrohemi jemi më të ngriturit. Pra ishin këto fjalë të poetit të fisit të Benu Temimëve. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kërkon ko është poeti i muslimanëve. Edhe poeti i muslimanëve i cili ka qenë shumë i aftë në poezi, ka qenë Hasan ibn Thabitin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe shkoi dikush e thiri Hasan ibn Thabitin, edhe kur dëgjon Hasan ibn Thabit që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e kërkon, më njëherë doli nga shtëpia vet edhe u nis drejt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe posa doli ja nisi duke hyrë në xhami, duke i thënë vargjet mana'na rasulallahi idh halla wastana ala anfiradin min ma'addin wa raghimi mana'nahu lamma halla bayna buyutina bi asyafina min kulli baghin wa zalimi. Pra i tha disa vargje duke tregu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilat e kanë këtë kuptim. Dërgumin e Allahut mbrojtëm ndër ne kur u vendos, i pëlqeu me adeve kjo apo shumë i rëndos. E mbrojtëm kun shtëpit tona erdh me shpat nga çdo zullumçar e kriminal. Pra e kallzoi qëndrimin e tënve karshi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ishim ne ata të cilët e mbrojtëm atëherë edhe kena me e mbrojt edhe sot. Kur shkoi mrena në xhami pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Qum ya Hasan fa ajib ar-rajul fi ma qal." O Hasan, tha çu edhe kundër përgjigju këtij burrit në poezinë e tij që e tha. Aty pastaj Hasanit, do thotë çaty për çaty e thuri një poezi e cila llogaritet, do thotë një ndër poezit e shkëlqyshme, do thotë në mënyrën që i ka rendit fjalë, saqë kur e thot Hasanin në fund këtë poezi, i lën pa tekst palën e kundërt. Dhe vazhdon Hasani radhiyallahu ta'ala anhu me poezinë e tij. Thot inna adh-dhawaib min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunnatan lin-nas tuttaba'u yarda biha kullu man kanat sariratuhu تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا إن كان في الناس سباقون بعدهم فكل سبق لأدنى سبقهم تتبعوا. Ja tha këto fjalë, do të thotë me këto fjalë nis poezia e Hasan ibn Thabitit radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj poezia vazhdon në matutje, mirë po këto janë vargjet e para, të cilat e kanë këtë kuptim. Fisnikët e Fihrit bashkë me vëllezrit hapën një udhë ku të ecin njerëzit,
që e do dhe mbështet çdo rob i Zotit që në zemër ka drojën e fuqiplotit. Burra që kur luftojnë armikun në poshtin e dobishëm janë për mikun e dostin. Moral ky që për ta s'është i sajuar, se çdo virtyt i shpikur është i poshtruar. Në pas ndër njerëz burra garues, secili që vjen i tyre është pasues. Pra, ja i numroj disa të mira të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të muhaxhirëve edhe ensarëve, që këta e kanë shtruar një rrugë për njerëzit, se vëllezërit e Fihrit, do thot fisnikët e Fihrit bashkë me vëllezërit, është fjala do thot për muhaxhirët edhe ensart. Muhaxhirët ishin nga fisi Quraysh. E fisi Quraysh do thot Banu Fihri janë pjesë të fisit Quraysh. Ën familja e atyre që jetuan në Mekë. E bashkë me ta edhe ensart thot e kanë shtruar një rrugë që njerëzit kanë me njek për gjithmonë. E kanë shtruar një rrugë që njerëzit kanë me njek për gjithmonë. Do të kanë bën një sunet në këtë drejtim. Një rrugë do thot një sunet që gjithë ata që kanë devotshmëri në zemrat e tyre ju pëlqen dhe janë të kënaqur me këtë rrugë. E cila është kjo rrugë? Thot ata janë burra që kur janë me armikun e shfarosin, ndërsa kur janë me mikun, me miqtë e vet, atëherë janë më të butit dhe më të mirë. Çashtu që Allah Azza wa Jall i ka përshkruar sahabët në Kur'an. Ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Të ashpër edhe të vrasht ndaj qafirave, e të mëshirshëm dhe të butë me njëri tjetrin. Kjo është morali dhe thot i muslimanëve, besimtarëve, që kushdo që don me ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të patjetër me pas këtë moral. Ashidda'u 'alal kuffar, të ashpër edhe të vrasht ndaj qafirave, e të butë dhe të mirë me muslimanët. Kurse si zguxon të muslimani me ekzistua kundërta. Kur e shem me një qafir, me një bidatxhi, me një xahil, bëhet i butë, i sjellshëm, i këndshëm. Pse? Se thot për mënona mja fitu zemrën e tij. E në anën tjetër të njëjtën qasje nuk e ka kur me vllahun e vet musliman. Ndaj vllahut vet musliman tani thot, çka na duhet hakin ton me nxerr, na duhet mu tregu drejt, nuk duhet kështu e kështu. Ku është butësia me vëllezërit e tu? Kështu s'ka qenë rruga e sahabëve. Rruga e sahabëve ka qenë që ndaj vëllezërve të vet duhet me ul kokën, duhet me i shtri krahët, duhet me respektua me qenë modest. Kurse ndaj bidatxhive e tutje të poshtë çka janë, bëhet e kundërta, sepse ata e armiqsojnë pejgamberin dhe Allahun Azza wa Jall. Prandaj ky është suneti që e kanë vendos sahabët dhe ensarët nën edukatën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju tha ky është moral që për ta s'është i sajuar. Do thot, ky është një moral që sahabët nuk e kanë saju vet, se kanë shpik këtë vet, se çdo virtyt i shpikur është i poshtruar. Çdo sa në shpikur, çdo sa në re që ti mundosh me çit vet, si qoftë ka puna e moralit, qoftë nga bazat e fesë, atëra ajo është të poshtruar. Mundosh më kanë ndryshe prej sahabëve, je i poshtruar. Nëse don me qenë i lavdruar edhe krenar te Allah Azza wa Jall, atëra jin rrugën e sahabëve. Edhe tha që në post ndër njerëz burra garues, atëra secili që vjen i tyre është pasues. Do thotë, kushdo që vjen tash mas sahabëve, don me garu për të mira, mas muhaxhirëve dhe ansarëve, don me garu për të mira, dini që gara jote vjen mas garës tënde. Sepse çdo sen që ti bën, kjo më kanë rrugën e tënde. Sa herë që ti mundohesh, ata kanë me qenë shumë përpara teje. Me këtë ja mbyllë do thotë gojen që ju e keni pranuar Islamin shumë mas muhaxhirëve dhe ansarëve. Kush jeni ju që po doni me dal para tënde? Çka do që bëni ju, jeni mbrapa tënde. Sigurisht çush ju tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që edhe me harxhu ari e argjend të pasurisë kodra Uhudit, s'keni me mujta sa 2 hurma nga grushti i tyre që ndon rrugt të Allahut. E kjo poezi pastaj mbyllet me vargjet e Hasan ibn Thabitit radhiyallahu ta'ala anhu, i cili në fund tha: Akrim bi qaumin Rasulullahi shi'atuhum idha
تفاوتت الأهواء والشيع أهدي لهم مدحي قلب يؤازره فيما أحب لسان حائك صنعوا فإنهم أفضل الأحياء كلهم إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. Pra, ju tha, s'ka më fisnik se ata që me dërguarin janë, kur këndjet dhe grupet për hapen anëmban, nga zemra atë që dua lavdat u athur, me gjuh e qëndis dhe rëndis si mur, se janë më të mirë të popullit një zëri mbar, qofshin të bashkuar njerëzit apo të ndarë. Dhe ju të regoj që nuk ka burra ma fisnik se sa ata që kur njerëzit përqahen, bëhen grupe, e shpartallohen, këta janë me të dërguarin. Do thotë, vlera atënve, muhaxhirëve, ansarëve, është për faktin se janë me të dërguarin, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur njerëzit bëhen cop, kush është ai fitimtari, kush është ai mafisniku? Çaj që është në rrugën e dërguarit sallallahu alaihi wasallam. E tha këto fjalë po i nxjerr nga zemra, edhe po i qëndis me fjalë, sikur se qysh e rëndis murin, tha sepse këta janë më të mirët anëmban. Sa herdo, kur do që njerëzit janë të bashkuar apo të ndarë, kur do të qofshin ummeti i bashkuar, më të mirë janë ata të cilët, do të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ka ecën rrugën e tyre. Edhe kur do që njerëzit janë të ndarë, prapë që ata meten më të mirët e njerëzve. Me këtë fjalë, kur i tha Hasan ibn Thabiti radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Aqra' ibn Habis, çka tha? Tha, wa abi inna hadha ar-rajula la mu'tan lahu, la khatibuhu akhtabu min khatibina, wa la sha'iruhu ash'aru min sha'irina, wa la aswatuhum a'la min aswatina. Tha, pasha tim atë, do në bëni be në babën e vetë. Tha, ky njeri nuk ka që më poshtët, zëdhënsi, pra khatibi i ti, ko ka ma orator se khatibi jonë, edhe poeti i ti, ko ka ma poet se joni. Edhe zanët e tënve, tha, ishin më të lartë, më të fuqishëm se zanët tonë. Edhe vllazni, do thot, veç do të me ditë arabishtën, për me kuptu atëfar mrekullinë dhe ëmbëlsinë e poezisë Hasan ibn Thabitit radhiyallahu ta'ala anhu, që ka rëndit. Edhe ata që ore pak e një arabishtën, ata që njohin më shumë, do të thotë edhe atëfar do të thotë shkencën që e studion bukurinë e arabishtës, e kuptojnë se sa thjeshta ishin vargjet e poetit të fisit Benu Temim, edhe sa të komplikume ishin vargjet e Hasan ibn Thabitit, sa kuptime përmbajshin brenda vetës. Do thotë se gjën ku në vargun e dytë i drejtohet me diçka të vargut të parë, në vargun, do thotë, i ka lidh vargjit, i ka gërshetuar në atë formë që është të lënë, do thotë, pa fjalë. Edhe pse e bëni poezinë çaty për çaty. Prandaj, do thotë, edhe pala pra fisit e Benu Temimve kur i dëgjojnë këto fjalë, më një herë veç u dorëzuan se thanë, "No, s'po mundshëm me ushty me këtë njeri." Dhe momentin do thotë që i përfundun këto, i dëgjun këto fjalë, e kuptun që poshtën. Kena menu që jena më të mirët, po pas ka më të mirë se na. Kena menu që kena vlerat mëdha shumë, po pas ka njerëz që kanë vlera më të mëdha. Edhe kuptun që vlera vërtetish, vlera e përkrahjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e dinit Allahut azza wa jall, e jo punë humane që mund çdo kush mi bë. Ndërsa sakrifica për rrugën e Allahut, ajo është diçka e veçantë, edhe posa i dëgjun këto fjalë, më njëherë u pendun edhe u rikthyn në Islam. Do thotë, kjo fjala këtu na bën qartë një realitet. Se ata fillimisht ishin ndërfiset që e kishin pranuar një herë Islamin. Edhe për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja çoi sahabiun e ndershëm që më u marr zakatin. Se zakati nuk i mirret një populli jo musliman. Pe një populli jo musliman mirret gjizja, nëse s'kan pranuar më bë musliman. Atyre mirret gjizja, jo zakati. Zakati mirret veç pe muslimanëve. Edhe kur e çoi pejgamberi ja marr
zekatin, kjo nënkuptoi që ata ishin musliman. Kur ata refuzun me dhënë zekatin, dolën prej dinit të Allahut azza wa jall. Para ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çoi pastaj sahabiun tjetër me një garnizon ushtarak me i luftu. Edhe jo me i luftu si musliman, po me i luftu si kufar. Sepse ja u rëbru në familjet e tënve, ndërsa familjen e muslimanit zguxosh me rëbru. Dhe i morën rob i sollën në Medinë, nuk ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pse i keni marrë këta robër se këta janë kon musliman. Me refuzimin e tënve me dhënë zekatin dolën prej dinit të Allahut azza wa jall. Për atë edhe mas ati do thot ballafaqimi që e patën verbal me poezi dhe fjalime, u rikthyn në Islam. U pendun edhe u rikthyn në Islam sepse kuptuan gabimin e tyre që kishin bërë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që u kthyn në Islam i nderoi me dhurata, do thot sikurse që ka qenë traditë e tij, dhe familjarët e tyre që ishin zonë Jesir ja u ktheu. Në disa transmetime përmendet që disa prej tyre do thot i liroi pa shpagim e disa tjerë ju kërkoi shpagim. Tregon Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se fisi Banu Tamim kishin vlerë. Realisht ishin një popull me vlerë. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 3 raste i kish lavdru. E thot Abu Huraira: "La azalu uhibbu bani Tamim ba'da 3 sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha." Thot mas 3 sanëve që e kom ni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke e thënë, nuk muj mi nxarr Banu Tamimët prej zemrës nga dashuria për ta. Thot pa thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta, hum ashaddu ummati ala ad-dajjal. Ata do të jenë më të vrashtit dhe më të ashprit ndaj dëgjallit nga mesi ummetit tim. Do thot pasardhës të fisit Banu Tamim, të cilët çka njëherë u bënën musliman, pastaj dolën prej dinit dhe u rikthyn për s'dyti, u pendun, pasardhësit e tyre do të jenë njerëzit më të vrashtë dhe më të ashpër nga mesi gjithë ummetit karshi dëgjallit. Kjo para. Thot pastaj e dyta, Aisha ka pasur një rëbreshë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thënë: "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Liroje sepse ajo është nga pasardhësit e Ismailit alayhi salam. E me një hadith tjetër i ka thënë, nëse ti dëshiron me liru një pasardhës të Ismailit alayhi salam, liroje këtë. Një grua që ka qenë nga fisi Banu Tamim. Pashtu, do kjo e dyta, e treta, thot kur pa të ardh zakati i tyre mas nej, pejgamberi alayhi salam pa thënë: "Hadhihi sadaqatu qaumina." Kjo është zakati i popullit ton, i njerëzve tan. E kjo do thot ish një lloj lavdate e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fisin Banu Tamim. E kjo bani që Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu me i dasht këta njerëz. Në këtë vit, pra në vitin e delegacioneve, gjatë këtyre ditëve do thot Allah azza wa jall i zbriti edhe disa ajete madhështore të surës Hujurat, e cila njihet do thot me mësimet e saj për nga ana e sjelljes edhe moralit edhe raporteve njerëzore se çysh duhet me i rregullu. Allah azza wa jall disa ajete nga surja Hujurat i zbriti dhe për fisin Banu Tamim. Ndër këto ajete ish ajeti 4 i surës Hujurat i 5, ku thot Allah azza wa jall: "Innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun, walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurur rahim." Sa me të vërtetë ata të cilët po të ferrasin ty duke ngrit zanin nga mbrapa shtëpisë, aktharuhum la ya'qilun. Shumica atyre do thot nuk
nuk janë në gjendje me mendu drejt. Nuk din me mendu drejt. S'kan akël të shëndoshë me mendu drejt. Si kur ata të banin sabër, derisa ti dalësh që me i taku, kjo do të ishte më khajr për ta, ma mirë. Allahu është falës dhe mshirues. Pra, do të thotë, këto ajete ju referun veprimit të Benu Temimve, kur ardhen me taku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk pritën që po presën çdo derisa del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, shkun të shtëpia të dera, ty bërtit o Muhammed, hajde dil mo, ku je o Muhammed o me Zot madh. Kjo çka e shqetësoi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E sabri i tënve do të kishin më khajr për ta. Po cili është khajri, veç Allah azza wa jall e di më së miri. A ditë ndodhi edhe një ngjarje interesante. Pasi që fisi Benu Temim u banën musliman, i kërkuan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që më ja u përcaktu një emir, një prijes, sepse nuk ka shoqëri islame pa prijes. Edhe Abu Bekri radiallahu ta'ala anhu shkoj i sugjeroi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha: "Amir alehim al-Qa'qa' ibn Ma'bad." Ta caktoje prijes të tënve Qa'qa' ibn Ma'badin radiallahu ta'ala anhu. Ndërsa Omer ibn Khattabi, i cili ish prezent aty, i tha: "Bal amir alehim al-Aqra' ibn Habis." Jo, tha, caktoje emir Aqra' ibn Habis, një person tjetër. Dhe filloi një farë zënke mes Abu Bekrit dhe Omerit. Abu Bekri i tha Omerit, tha, ti e ty më më kundërshtu. Omeri tha, jo, s'jam ty desh më të kundërshtu. Edhe aty filloi do thot nisen me u grind mes veti. Atëherë Allah azza wa jall i zbret ajetet e surës Hujurat: "Ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون." Tha, o ju që keni besu, mos e ngritni zanin e juaj mbi zanin e të dërguarit, edhe mos ju drejtoheni atij sikurse që ju drejtoheni njëri tjetrit, sepse ka mundësi t'ju shkatërrohen veprat pa e ditë ju. "Inna alladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim." Me të vërtetë ata të cilët i ulin zërat e tyre në praninë të dërguarit të Allahut, të tillët, zemrat e tillëve, Allah azza wa jall i ka sprovuar me devotshmëri. Për ta ka falje dhe shpërblim të madh. Pastaj vazhdojnë këto dy ajete që e përmendëm pak më herët, që i drejtuan fisit Benu Temim. Edhe tregon Abdullah ibn Zubairi radiallahu ta'ala anhu që mas këtyre ajeteve kur pa të nzbrit, thot Omeri radiallahu ta'ala anhu kur i folte pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Isan, e ulte zanin sikurse kur dush dikur me kallzon një far muhabeti diçka të fshehtë. Ja Rasulullah, çush është kjo punë? Ja Rasulullah, me një zë shumë të ul, sepse ish frika atij se mos pëngrit zanin shumë e pastaj po i shkatërrohen veprat. Njëjtën gjë në transmetime të tjera përmendet që edhe Abu Bekri e bonte. Më kur i folte pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ulte zanin sikur njëri kur i fol dikuna një muhabet që s'don me një të tjerët. E këto janë zemrat e atyre që Allah azza wa jall i ka sprovu me devotshmëri. I ka sprovu me devotshmëri, sepse pasi ju erdh çortimi, ndroi gjendja atyre. E kjo është realiteti i muslimanit. Nuk është muslimani i mirë, besimtari, ai i cili kur zgabon, sepse nuk ka njëri të tillë që kur zgabon. Mirë po muslimani i mirë, besimtari është ai i cili gabon, po pas gabimit pendohet edhe bëhet më i mirë se sa ka qenë më herët. E ky është shembulli i Abu Bekrit të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Që do thotë shejtani i nxehti për ca momente, edhe u nxen, u grinden, e ngritën zanin ndaj njëri tjetrit, gabun. Ama kur i zbriti mësimi kuranor, që ju zguxoni me ngrit zanin para të dërguarit Allahut, i ulën zanat e tyre. Edhe kjo do thotë u banën më të mirë se sa që ishin më herët. Sa që do thotë përmend Enesi radiallahu ta'ala anhu,
ndërmësime do thotë që i kanë marrë sahabët nga këto ajete, tregon thotë një ditë isha duke ecë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe jo, realisht nuk është Enesi, po As-Sa'ib ibn Yazid, thotë një ditë isha duke ecë në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pendjej dikush një person po më gjun me guri. A thotë kur e kthej kryn, pesho Omer ibn Khattabin radhiyallahu ta'ala anhu. Dhe i shkova afër, thash, do të më pyet çka u bë, edhe më tha idhhab fa'tini bi hadhain. Thash shko çata dy çatje firmi. Dhe shkova unë te një dy persona e thira, dhe kur ardhëm te Omeri radhiyallahu ta'ala anhu i pyet, thot men antuma, kush jeni ju? Se nuk ish duke i njoft. Dhe ata than, na jena nga Taifi, do thot jashtë Medines, banor të Taifit. Atëherë Omeri ja u kthej tha, law kuntuma min ahli al-baladi la awja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tha sikur ti shitkan nga Medinja, ju kisha shkall dajak. Qysh e ngrit një zanin e juj në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thotë se ish një rregull i pashkruar mesin e realisht rregull i shkruar në Kur'an, po banorët e Medinës ishin të edukuar në të frym, pa pas nevojë me pas shkruar me diku. Ishin të edukuar në të frym, që në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ngritet zani me bërtit. Nuk ngritet zani në bisedë me dikon tjetër, ose mu përlan me zveti, ose. Sepse aty është varri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe çashtu që shqetëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka shqetësu për zgjalli, çashtu e shqetëson edhe për zvdekuri. Andaj, do thotë ka qenë edukate sahabëve që në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos me ngrit zanin. Mi po me fol me edukat, edhe me zot të ult, mos me qesh me të madhe. Mos me bë do thot veprime të pahishme. Enes radhiyallahu ta'ala anhu tregon një shkak ose një rast tjetër, një ngjarje tjetër që lidhet me këtë ajet që e përmendëm pak më herët, thot kur pa zbrit ky ajet, Thabit ibn Qais ibn Shammasi, çaj do thot khatibi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e dëgjoi këtë ajet thot u piklu, e tha unë jam ai që e ngris zanin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë për mua mu kanë shkatru veprat, sigurisht jam nga banorët e zjarrit. E thot u piklu shumë deri në atë pikë sa që ma e kapi një lloj pesimizmi, edhe veç në shtëpi rrike i pikluar, i mërzitur duke qajt. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa disa ditë që e pa disa namaze realisht që s'po del në xhami, çka u bë puna ti. Edhe i tha sahabëve, tha kush shkon me këqyr? Shkon sahabët dhe i than Thabit ibn Qaisit, çka u puna me ty pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po pyet për ty. Ai u tregoi, tha unë kam zonin e fuqishëm shumë dhe unë jam ai që ngris zonin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mu kanë shkatruar vepra, aty janë pe banorëve të zjarrit. Kur i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për gjendjen e tij, pejgamberi alayhis salam tha la bal huwa min ahli al-janna. Tha jo, përkundrazi, tha ai është nga banorët e xhennetit. Ai tregon Enes radhiyallahu ta'ala anhu, thot që kur e shihshëm Thabit ibn Qais ibn Shammasin, e kishëm lakmi se e dishëm që një banor i xhennetit është duke ecë në mesin tonë. Dhe thot mas kësaj dhe thot në betejën e Yemamës, mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në betejën e Yemamës gjatë luftës u pat thy diku ai far fronti i muslimanëve. U thy diku fronti i muslimanëve edhe ja nisën njerëzit mu tërhek. Atëherë thot doli Thabit ibn Qais ibn Shammasi me zanin e tij të fuqishëm që e kish, e ju drejtu ensarve, ju bërtiti ensarve, tha bi sama tu'awiduna aqranakum. Tha çfarë shembullit mirë, çfarë shembullit keq jeni t'ia dhën mocanikëve njerëzve t'juj. A tha mori haz,
thot mori hyjim, sulm nga armiku, tha nuk u kthy mbrapa vetë se ra shahid. Do thot, pra kjo ka qenë një ngjarje që u lidh me zbritjen e këtij ajeti. Në surën Hujurat pastaj po ashtu përmendet edhe realisht do thot surja Hujurat fillon me një ajet shumë simdhënës. Ja ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. O ju që keni besu, mos dilni para pejgamberit të Allahut dhe vetë Allahut. Mos dilni para Allahut dhe pejgamberit të tij. Kine frikë Allahun azza wa jall, sepse Allahu dëgjon, do thotë është gjithë dëgjues dhe dije plot. Samiun alim. Me këtë ajet Allah azza wa jall ju drejtu, do thotë muslimanëve dhe kujt do tjetër që s'ju takon juve me dal para tënve, para Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çush i bën kjo? Në çdo aspekt. Ty s'takon me fol para tënve. Kur janë ata prezent, ti s'ki drejt me shpreh mendimin tënd. Mendimi jot nuk ban kurse si me dal karshi mendimit tënve. Veprimi jot s'ban kurse si me dal në kundërshtim me fjalët e tënve dhe këshillat e tënve. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Do thot, i bjen sikur nëse po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, o ti më çu me thënë, ja veç pak se unë e di çështu. Kush je ti me dit? Kush je ti me dit? Do thot, si takon kërkujt pas këtij ajeti, kërkujt heq kur si takon me fol një diçka ose me dhën një mendim që bjen në kundërshtim me Kur'anin edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sunetin e tij. Kërkujt heq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot kështu, e ti pe japesh një mendim pak më ndryshe. Pe ka special ti këta. Prandaj do thot surja Hujurat përmban mësime të shumta rreth mënyrës se çish duhet më ços njëri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë respekti duhet me pas para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ai tash është i vdekur, mi po ne e kem sunetin e tij, hadithin e tij. Kur dikush e flet një hadith, a din ç'i shkon sahabët bre? Sahabët e Resulullah sallallahu alaihi wasallam që shtrëgoni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, thot kur ja niske dikush me përmend një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u shukatëshin gjithë edhe vesh të sytë gjithë, vesh këshyshëm çka ti thon. Thot ibtadarathu absaruna wa asma'una. E hajshëm me sy e me vesh. Do thot as miza aty s'guxon muni. Ose të flasim do thon dikush me bë mohabete pa lidhje, ose me dhën mendime të kundërta. Ajo pastaj nuk i takon atij mezhlisi hiç. Kjo do të më kënë qasja. Kur folet një hadith, do të më shujt kret. Qështi, do më thënë, ta ban zemra, që zoni jëtë muni karshi zonit të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qështi ta ban zemra ty? A ne po folet një hadith të kënena bon muhabet e tjera. Kjo është edukat që duhet me pas muslimani, ai që është ehlusunne, duhet me pas këtë edukat që kur dëgjohet një ajet Kur'ani, tak, shilegojmë. Dëgjohet një hadith, shilegojmë. Sepse është duke u fol fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se përndryshe shkatërrohen veprat pa ditë hiç. Do thotë kërcënimi për shkatrim të veprave ju ka ardhur atyre që veç e ngritin zonin. E shka për ata që ngritin mendimin e tyre, edhe rrezon mendimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse që shkan përmendu ulemaja për do thot bidatxhi të ndryshëm, sikurse imami Ahlu Ra'it, që kanë thënë ulemaja për to se kanë thënë nëse kundërshtojmë ato se ai po shpreh mendime, se çdo kush shpreh mendime. Ama po kundërshtojmë edhe kritikojmë sepse kur vjen hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai e kundërshton hadithin edhe bën një mendim të vetin. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih.
E kushdo që e bën kët, i shkatërrohen veprën. O, imam i madh filani, çysh po thu, o let jetë, s'po di çfarë më thon, i shkatërrohen veprën. Ebu Bekër e Omer më kanë i shkatërrohen veprën. Ama ata e kanë dhënë një shembull ndryshe. Ana kanë tregu që do thot kur ti ki qasje ose kur ki pun me sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ki pun me fenë e Allahut azza wa jall, ti veç e ul veten tënde, e ul kërdhelen tënde, e ul mendimin tënd, e ul zanin tënd, je i për ulur, se ti si e kërkush i hiç para fjalës së njerit më të mirë. Prandaj edhe do thot muslimani nuk duhet më bë më në madh e më bë balosh e më ra në gabime të tilla. Pastaj e kemi do thot edhe një rast tjetër që lidhet me surën Hujurat. Do thot këto nuk janë gjitha mësimet e surës Hujurat, mirë po disa ajete që kanë zbrit gjatë këtyre ditëve me delegacionet e që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj do thot përmendet që te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur edhe një delegacion i fisit Banu Asad ibn Khuzaimah, dikunja 10 persona, dhe kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të ulur me shokët e vet dhe i kanë dhënë selam. Pastaj kanë fillu me fol. Ai kanë thënë ja Rasulullah. Tash ajo që na iki te fisi Banu Tamim, çka bëjshin sa herë ju drejtoheshin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i drejtoheshin ja Muhammed. Dhe Allah azza wa jall e zbriti do thot ajetin kuranor që mos ju drejtoni pejgamberit juaj sikurse që i drejtoni njëri tjetrit. Shokën tonë thirrësh o filan, o fistek me emra, ndërsa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dosh më drejtu me emra respekti. Pra sahabët sa herë folshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa ju drejtoheshin atij, ju drejtoheshin ja Rasulullah, ja Nabi Allah, do thot me epitete respekti. Jo ja Muhammed. Ai nuk është respekt. Pastaj kjo merret, do thot edhe gratë e tij i drejtoheshin ja Rasulullah, ja Nabi Allah, o i dërguari i Allahut, o pejgamberi i Allahut. Para nota sa është raporti afër mes bashkëshortëve. Ama aty, jo. Aty do të më drejtu me respekt. Pastaj do thot edhe njëri kur fol kështu, jo më thon ka thënë Muhamedi. Kush i timur më thon ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Rasulullahi, ka thënë pejgamberi i Allahut, ka thënë i dërguari i Allahut. Jo më thon ka thënë Muhamedi, për kënjë ti fol. Për një bari, për një çoban, do thotë që s'ka ditë sen dhe s'ka pas vlen në mesin e njerëzimit ta. Ti fol për njërin më të ngritur, më të privilegjuar në mesin e njerëzve. Çush i thot ka thënë Muhamedi, ka thënë Rasulullahi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me çdo epiteti do të më përmend. E pastaj për kësaj merret edhe do thotë respekti për kush? Trashëgimtarët e pejgamberëve, për dietarët e ummetit. Nuk i drejtohet dietarit o filan me emër me thirr. Do të më thirr me epitete respekti. Gjithmonë duke mos i kalu kufit. Me epitete respekti. Pastaj e mos flasim do thotë se miki e kjo, mos flasim do thotë për njerëz të atill që janë fundrinat e shoqërisë. A pse paraqiten që janë domethënë njerëz të dijes, fundrina e shoqërisë, që i drejtohen jo pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa Allahut azza wa jall i drejtohen me epitete të ulta. Në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam zgjidhesh me drejtu me emrin e tij drejt për drejt. La tajharu bil qawli ka jahri ba'dukum ba'da. Mos i drejtoni atij me fjalë me muhabete sepse që drejtohen njëri tjetrit. Hajgarët që i bën me shoqërim ju drejtohet atij. Jo. Tash para meno karshi Allahut azza wa jall. Kur e përmend Allahun azza wa jall, përmend me epitete madhrimi, çysh ka ardhur do thot me emrat e tij të bukur. Allahu fuqiplot. Edhe nëse e përkthejmë do thot termin në gjuhën shqipe.
edhe pse kjo është përkthim me përshtatje, sepse nuk ka mundësi të përputhet komplet kuptimi të fjalës në arabisht. Po nëse mundesh përmendë Allahu Azza wa Jall, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Azimu Sha'n, Allahu Jalla Jalaluh, me çsi epitete përmendë. Ose Allahu fuqiplot, Allahu lavdiplot, Allahu i gjithdijshëm, urtiplot e kështu me radhë. Jo me thënë, mi përshkru Allahu Azza wa Jall epitete që kërkus përmendën. Kërkus përmendën. Si, dhe gjahila, do thënë që, me thënë, e Zotin e kena lë çka manna. Më së bën fundrin me folë kësi fjalë karshi Allahut Azza wa Jall, më drejtu Allahut Azza wa Jall me këtë epitet. Ky s'është epitet i mirë as për një njerit më drejtu. Ndaj dikujt që ki respekt. E jo Allahut Azza wa Jall. Kjo është poshtrim. Për atë Allah Azza wa Jall pastaj të poshtron. Nëse më thon Allahu Azza wa Jall është i mëshirshëm, Allahu Azza wa Jall është më i urtë, më i butë e tjera. Zotin e kena lë çka më. Shemër ti me përdor këtë temë ndaj Allahut Azza wa Jall. E pastaj Allah Azza wa Jall të poshtron. Pastaj Allah Azza wa Jall çet në fund të pusit. Pastaj, domethënë, ti mshël sytë e vetë se she veten që çuçi ty devijua ka të shku. Pra duhet njëri me pas frikë, edhe kur fol çfarë terme përdor. Duhet me pas frikë kur përmend emrin Allah, se emri Allah është emri më i shenjtë, emri më i madhërisëm. Emri Allah nuk guxon ti domethënë me për ul. Gabimi, sikur të në për xhamia të eshe, e çet Allah në krahas kësaj Muhammed më njëherë. Nuk barazohet ashtu. Po thot, po çysh në shahadet e shahadu la ilaha illallah është Muhammed Rasulullah. Dyja të përmend në shahadet. Po mirë, u përmend ashhadu an la ilaha illallah Muhammed. Më njëherë aty Muhammed jo. Njëherë përmend Allah tani Muhammed. Po jo do vëhën kur zbukuron në shpinë me qitarin Allah në për skaj emrin Muhammed ose në emër tjetër ose në xhamia që bëhet kjo nuk është respekt ndaj Allahut Azza wa Jall. As madhërimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Se dikush thot, ti pe parulesh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çysh parule është kjo? Ti zgjuzesh me barazu me Allahun Azza wa Jall kur gjë. Po edhe nëse e vendos domethënë pse nuk është e udhës, se nuk kemi transmetime që do thotë i kanë zbukuruar selefi shtëpitë të tyre me emrin Allah me vendos diku. Megjithatë, nëse e bën, mos çet diçka për mito. Çysh domethënë çet sa në palidhje, rraqe palidhje për me emrin Allah. Ku gjë s'bën me çit për me emrin Allah. Ama emri Allah është për të adhuru. Emri Allah është për të bodhikër. Nuk merret më çit, domethënë çitën kart, çitane, për çka për zbukurim. Ajo është shumë më i shenjtë se sa ti më përdor për zbukurim. Ose merr emrin Allah mjet zbukurimi të shtëpisë ose të veturës. Emri Allah është i shenjtë. Është për dhikër që ti më mësu edhe më u drejtu krijuesit gjithësisë. Pastaj emrat e tjerë ti, emrat do të thonë madhështor që janë Ar-Rahman, El-Ghafur e tjera, emrat do thotë që veç Allah Azza wa Jall i ka. Çu shishe muslimanin, filonit ja kanë gjitë emrin, do thotë prindit e vet xahila që s'janë musliman kërku hiç, ja kanë gjitë Ar-Rahman. Ata është me shumë komoditet e thirr Rahman. Pse s'pe thirr Allah? Akuzosh me thirr Allah? Ata ban zemra me thirr Allah. Jo, çush më thyn njërin Allah. Po Rahman pse be thirr? Rahman është veç i Allahut Azza wa Jall. I kërkuna tjetër hiç. Edhe ai i cili prindit ja kanë gjitë emrin Rahman, edhe nuk e ndron. Pse s'pe janë gjitë emrin vetit Allah? Pse s'pe thot njerëz, thirrum Allah më është lirë se unë jam Zoti. Kjo budallaki. Ai le që duhet më ndru atë emën. Po çdo kush që e thirr me atë emën, ai zguxon as ha me thon. A kështë thënë ha më thirr dikush Allah? Jo se tani shndrosh në tagut. E Rahman pse për ul? Kurse emri Rahman është veç i Allahut Azza wa Jall. I kërkuna tjetër hiç. Do thot, kjo është budallaki, kjo është mungesë e edukatës në mesin e muslimanëve. Para den që të pikë me mri. Rahman pranon njerëzit me thirr me këtë emrin Rahman. Ki ma pak xhelozi për Zotin tonë, a ki xhelozi pak për fen tonë, a ki? Thot,
Njeri duhet me eduku vetveten. Ja me thënë, vallaj, sha me bo, ma kanë gjitë mua, tashti. Qysh sha me bo? Qysh kemi thënë Allah Azza wa Jall, mua më kanë thirë në amën tonë dhe unë ju këmë përgjigj. Të vesh budalla e ban. Muslimani se ban. Prandaj do thot, njeri duhet me marrë mësim, duhet me eduku vetveten, se këto ajete kuranore nuk kanë zbrit për kafsh, kanë zbrit për njerëz, për neve që me kuptu edhe me meditua, me punu në bazë kësaj. La tuqaddimu bejne yaday Allahi wa rasuli. Mos dilni para Allahut të dërguarit tij. Neve krijesa jemi, na takon me nejt mbrapa aty ku Allah Azza wa Jall na ka vendos. Dhe ardhen, do thot, fisi Banu Asad ibn Khuzejme. Pastaj nisën tjetër se tash dohen më kujtu që ka të bëjë dohen të kjo tematik për mi përmbledh gjitha senet. Pastaj e kemi dohen budallakinë e njerëzve, muslimanëve se xahilave spishtinë domethënë në tefter kërko hiç. Sa ata domethënë në kufër edhe s'kan të bëjnë me islamin hiç, po muslimanët shkojnë i deformojnë emrat e shenjtë. Dy emrat më dashur të Allah Azza wa Jall janë Abdullah edhe Abdurrahman. Edhe shkon muslimani Abdullahu në thirr dull. Shmëra Abdullahu në thirr dull. Shmëra e shtrembron një sen që donë Allahu Azza wa Jall. Më ta shtërbru emrin ton ty. Ose një sen që ti e donë më ta nënçmu. Qysh do këtë? E qysh ti për nënçmon emrin që e donë Allahu Azza wa Jall? Një emër që të regon një fenomen të madhërishëm, të regon robrin ndaj Allahut Azza wa Jall. Gjam mbi cilën janë dërgu pejgambert, i cili është bëm misioni pejgamberve. E qohet muslimani si çatrafil, si palaço, shkon i thot dull. Ama nëse kjo si përket muslimanit. Nuk i përket kjo muslimanit heq. Edhe Abdurrahman thot, ja bes fjanë gjesë fëmin se shumë i gatë kjo emën. Po, ty po që si sene mas nej të hiqët, do më thënë ajo farë ëmbëlsia imanit, tani më kurs janë një ëmbëlsinë e ibadetit, se ty po do këtë i gatë emni Abdurrahman, jo se tani njëzit ma thirin Rahman, po ty mësoja atë fmi që këtë thirin Rahman, zgudzon me këthi kokën, e që shtu edukohen e njerëzit tjerë, veç Abdullah ku të më thirin, veç Abdurrahman, unë e këthej kokën. Ama jo do më thënë, duke emrin e Allahut Azza wa Jall, gjana që i donë Allah Azza wa Jall, duke i cungu, duke i të lujt me to. E kjo ka zënë që ajo zemër s'është të madhru shëntrit e Allahut Azza wa Jall. E zemra që i shëntron, gjana që i ka shëntru Allah Azza wa Jall, që e zemër është zemër besimtari, që është zemër njëri devotshëm. Fe inneha min taqwa al-qulub. Ajo zemër që i madhron shëntrit e Allahut Azza wa Jall. A ka ma shëntri se emri i ti Allah? A ka ma shëntri se emri i ti Rahman? A ka ma shëntri se dy emra që i donë Allah Azza wa Jall më shumë ti Abdullah Abdurrahman? E ai që si respekton këto, atëherë shtije kallëzon dohen që s'ka respekt, s'ka xhelozi për Allahun Azza wa Jall as për fenë e tij. Pastaj fisi do thot Banu Asad ibn Khuzejme ardhen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ishi ulur me shokët e tij dhe i thanë ja Rasulullah inna shahidna anna Allah wahdahu la sharika lah wa annaka abduhu wa rasuluhu wa ji'naka ya Rasulullah wa lam tab'ath ilayna ba'than. Thanoj dërguari Allahut, na dëshmojmë se Allahu është i vetëm dhe nuk ka ortak, dhe dëshmojmë se ti je robi dhe i dërguari i tij dhe kemi ardhur tek ti pa na çu neve ndonjë do të thotë delegacion ose ndonjë ushtri. Nuk të kena luftu ty sikurse që të kanë luftu arabët e tjerë, wa nahnu ala man wara'ana, edhe ne do të thotë jemi përfaqësues të njerëzve që i kemi lënë mrapa. Atëherë Allah Azza wa Jalla zbret ajetin e surës Hujurat ku thot yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Thot ata të shesin men ty se janë bo musliman. Thujo atënve mos shitni men, mos shitni vlera se jeni bo musliman. Mi po është Allahu Azza wa Jall ai i cili ja u përmend juve të mirat që ja u ka bo.
ja u përmend juve që ju ka udhëzuar në Islam dhe atij i takon mirësia nëse ju jeni të sinqert. Pra, ky ajet zbriti si çortim për ata të cilët mendojnë se festë Allahut Azza wa Jall ja kanë bë hajrin e madh pse janë bë musliman. Ja kanë bë hajrin e madh pse ja kanë ofruar një shërbim festë Allahut Azza wa Jall. Duhet me kuptu muslimanin një harami me shtinat kryen e vet që për ty Islami s'ka nevoj fije heq, kur gjë heq s'ka nevoj. Se Allah Azza wa Jall mundet me ndihmu këtë dinë me një qafir kret. Me dikon që s'është musliman heq, me dikon që është fasik, s'ka nevoj për ty e heq as një tro Allah Azza wa Jall. As feja ati s'ka nevoj për ty e heq as një tro. Mi po na jemi ata të cilët kena nevoj për fejnë Allah Azza wa Jall. Na jemi ata të cilët kena nevoj për udhëzimin e tij, për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se po se patëm që sunetet që të fe, na kena mu djeg për gjithmonë në zjarrin e xhehenamit. Kush ka ai që ka nevoj për dinin? Dini për neve, ana për dinin. Cili ka nevojë tash për njëri tjetrin. E këto ardhen u mundun mi anxhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të mirët që i kanë bë. Na jena po musliman, na s'kena luftu ty etj etj. Pa punon që ju me çdo doni më mshit mend më azon kryta. Po kush është ai që ju ka udhëzuar juve den që të pikë që mos më luftu, me pranu Islamin pa u çuni ushtri. Kush është ai që ju ka dhënë çdo? Allah Azza wa Jall. E çysh ju shkon në mend ju me ardha me shit mend para Allahut Azza wa Jall me begatit që ju ka dhënë Allah Azza wa Jall. E kjo domethënë është mësim, ka qenë pra çortim për fisin Banu Asad ibn Khuzaime, ama është mësim për ata edhe çdo kënd që vjen mas tyre për çdo musliman që kur zguxon me ardh edhe me i shit men festë Allahut Azza wa Jall. Po veç na kem ata që e bonën xhamin, na kem ata që i çelëm dyrë të dinit, na kem ata ti kërkush i hitsi. Allah Azza wa Jall është ai që të ka udhëzuar ty që nëpërmjet çesaj me fitu ti ahiretin. Ama ty e përmend çështo atë të shkatërohen gjitha ato që i ki bo. Qështu do më thonë është kjo është gjendja e të ati që është i bankrotuar, i cili njerë bën mirë, a masena e shkatëron veprat e veta. Pse? Se shkoni për men. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Mos i shkatëroni sadakate juja me përmendje dhe shqetësim. Këto dyja janë armiku i sadakave. Nuk është fjala sadaka veç parja. Sadaka është një kontribut fizik që e bën. Sadaka është edhe një kontribut intelektual që e bën. Me një shkrim, me një postim, me një diçka. Edhe ajo është sadaka. Një buzëqeshje është sadaka. Çdo vepër e mirë hyn në ombrellën e sadakas. E këto shkatërohen me çdo dy sene, me men edhe me përmendje edhe shqetësim. Kur ati domethënë që ja ke bot mirën, pastaj mendon se ki ti pushtet mbi to. Edhe e llogarisësh si robi joti më kon, thonë se ta ka borx domethënë aty dynjan e ahiretin. Ati që i bën mirë, ajo vepër që ti e ke bë mirë, qoftë sadaka që e ke dhënë, qoftë vepër intelektuale që e ke bë, ose punë fizike që e ke bë, ajo mos është e jotja, nëse e ke bë për hir të Allahut Azza wa Jall. Kur shkon ti në dyqan atje, edhe e ndron, ja jep ati parën, ai më ta dhan ty shishën e ujit. A guxosh më thon atin ai që të parë tash, mos gaboti me ble me to buk, ose mos gabo me ble me to tesha, po në kerr shfrytzoj. Ose ruaj një vjet më sa. A guxosh ti më thon, jo, se ti ja ke dhën parën, ama sa ke dhën falas. Ai ta ka dhën ty ujin. Edhe veprën e mirë ti kur e bën, ato jetë duke e bë një shkëmbim me Allahun Azza wa Jall. Nëse jetë e bë për hir të Allahut. Nëse jetë e bë për hir të Allahut, atëherë ti po bën veprën e mirë, Allah Azza wa Jall ta ka premtuar ty çka sevapin botën tjetër për veprën e mirë që e ke bë. A më ka domethënë si xahila që mënon me punën e mirë që e ka bë, tash i ka shtin borxh tjetër. Edhe mënon që hala ka domethënë drejt ndaj atyre që i ka bë mirë. Kjo është, do thotë njëri që se kupton realitetin e punës mirë. Sepse momentin që ti e ke bë për hir të Allahut, ti s'ki punë më me ato që ja ke bë të mirën. Në qoftë domethënë një i varfër që ja ke dhënë një sadaka ose një boxhliu që ja ke dhënë do parë me ky borxhin e vet, ti mos ke të bësh me to, kur s'ki nevojë më ja përmend, a dosh me llogarit që ti si ke bë mirë. Ti si ke bë mirë. Allah Azza wa Jalla që i ka bë mirë. E ti e ke bën një pazar me Allahun fuqiplot. Nëse e ke bë për hir të Allahut, apo në momentin që shkon ja përmend ose pret që ai më ta kthyp mas ne me të mirë,
ti je ty kallëzoj që atë vepër se ki bë për hir të Allahut. E ki bë që me marrni përfitim në interes të dunjas. Kur gjë më shumë. E që aty domethënë e sfidon veten tënde se çka ki bë realisht. Prandaj edhe besimtari duhet me pas parasysh, siç na kanë mësuar selefi, që kanë thënë se të kisha mujt domethënë me ia fut për çu kështu kushtimisht domethënë me i fshi ato kujtime të cilat do thot kujtimet kur i kam nimu dikuna ose i kam bë mirë dikuna, me mujt me i fshi ato që më gjet vesh te Allah azza xal e kisha bë. Ama do Allah azza xal më të sprovu. S'lan nisan me harru hiç. Se ka mundsi ajo ta bën me harru, bila harrosh kur vjen dikush thot Allah është problem filan pateni mu. Una po ti pateni mu. Ana ki harru, alhamdulillah. Ku është me harru punë të mira. Se ka kush i ruan ato punë të mira. Ama do thot besimtari do të me pas ç'është duhet çastin e tij karshi vepra të mira, edhe punëve të mira që bën, nëse është duke e bë për hir të Allahut azza wa jall. Atëherë tamam mend që pazarin e tij e ka me Allahun fuqiplot. Ti mos guxosh mi thon atina e çur do që të ndihmë që ta kom bë tash ti më përzi. Jo bre, sikur që bën xhahilat të na marrin në xhami ose lëshon tokën për xhami e tani mendon që aty duhet ai është bosi që kollët për 3 gjenerata, bosi që kollët aty. Mos e bëni këtë në xhami, mos çka po don ti më këtu. Po unë e kam shu tokën. Për çka ke çu? Kam shu për hir të Zotit. O çka po përzihesh më këtu? Po toka u konë. Po për çka a ja ki dhën Allahu azza wa jall? Po. E çka po përzihesh më? Do thot, kjo është bot kuptim i keq. Është keq edukim. Duhet hoxhallart, dietart mi eduku njerëzit. Çush me rujt veprën e tyre. Jo vesh mi nxit bani vepra të mira tani mos ne mos mi rujt. Ama çush me rujt veprën e tyre. Bile me mujt çush ka thënë Imam Ahmedi, me pas mujt që on me shpërnda dijen teme. Edhe kërkush hiç mos me ditë që unë e kam shpërnda, e kisha bën çast. Ama do Allah azza wa jall nëjherë që patjetër duhet më ballafaqo që njerëzit me ditë që ti e ke bë. E ajo është më vështira, sa aty pastaj është luftë me nefsin në jetën tonë se ka mundësi gjatë rrugtimit më të prish në jetë, edhe më të hub vepra këtë komplet. Ajo është më vështira. Që ato duhet më mundu njëri maksimalisht me harru veprën e tij të mirë që e ka bë, me lut Allah azza wa jall që më mundsu me harru atë vepër, veç me gjet në ditën e Kiametit. Ajo është më mirë se më s'ka kush ta shkatron ti atë vepër. Nëse se shkatron vet, s'ka kush ta shkatron. Ama njëri është armiku i vetvetes, njëri është armiku i veprave të veta, që mundet me shkatru veprat e veta me çka me çdo dy sene, me përmendje edhe shqetësim. Shkon e shqetëson ato, ja ka bënë të mirë, ja ka marrë shtëpinë, ta shkon e a ki pa kamerën aty mole, me këqyr atë mononë lotin ka pibjen për synit me abo zoom, me pa njerëzit që kjo kret i mshon shkelëm vepra të mira çka i bën. Se ka thënë që si ti bë për hir të Allahut azza wa jall. E çka është më shqetësu, se kërkush s'ka qef domethën me ju publiku varfëria atij që e ka. Gjendja aty e mjerueshme që e ka. Kërkush s'ka qef me ju publiku. E ti kur shkon me ato kamera aty, jetë është shqetësu. Jetë është shqetësu. Prandaj edhe njeriu do të më pas kujdes me i rujt veprat e tij, në çfarë do forme që mundet, me i rujt veprat, me i harru që i ke bë, a mos me llogarit që dikush ta ka borx, pse ti je bë musliman, pse ti je uzun sunet, pse ti e ke bë këtë atë. Sepse e ki për Allahun azza wa jall. Andaj këto ishin disa mësime që zbritën me surën Hujurat në vitin e delegacioneve, që disa ngjarje të delegacioneve do thotë u bënën sebeb me zbrit këto mësime, e që e lutem Allahun azza wa jall më na mundsu me i mbajt mend këto mësime, me përfitu prej tyre dhe me këtë me rregullu jetën tonë dhe veprat tona karshi Allahut azza wa jall, duke lutur Allahun fuqiplot që më na udhëzon rrugën e drejtë, më na fal mëkatet dhe më na fut në xhenetin e tij. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa atubu ilayh.